واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم تداشر vëllezër musliman Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi ne jetojmë disa minutë dhe marrëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Jalal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam duke ju lutë Allahut fuqi plot Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm që ai me mëshirën e vet neve minutët dhe frimarjet të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me Jannatul Firdaus të ne kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, ja pra ashtu si që mbaron muaj Ramazanit, që ashtu mbaron edhe jeta e insanit. El-lejlu mehma tale fela budde min tulu'i l-fajr. Nata sa do që ti duket e gjatë dikujt del mëngjezi, wal umru mehma tale fela budde min dukhuli l-kabr, dhe jeta sa do që të zgjatje nuk ka rrugdalje përveç se njeriu do të futet në varr. Inshallah Allahu Dhul Jalal ne lehtëson jetën e kësaj bote dhe jetën e mahsherit dhe na gëzon me Jannatul Firdaus. Pra ne I tham disa fjalë lidhje me përfundimin e jetës së kësaj bote. Pra themi me përfundimin e jetës së kësaj bote, ndërsa jo me përfundimin e jetës së njeriut, nga se jeta e njeriut nuk përfundon me vdekje, me transferimin e tij, me daljen e shpirtit nga trupi I tij nuk mbaron jeta e njeriut, por atëherë fillon jeta më e gjatë, atëherë fillon, është jeta e berzahut. Pas jetës së berzahut I vin jeta e përhershme, jeta e xhenetit inshallah. Pra vëllezër të dashur, pasi të gjithë njerëzit të mbarojnë dhe pasi të gjithë njerëzit jetë të ndrojnë, do të pushojnë njerëzit në varreza, në botën e berzahut. Pra në jetën e berzahut. Çka është jeta e berzahut? Çka do të thotë berzah? Berzah do të thotë mes. Njeriu ka dalë prej dunjoje dhe nuk ka shkuar në ahiret. Pra është në mes dunjos dhe ahiretit. Do të zgjatje një kohë bukur e gjatë. E pastaj Allahu Dhul Jalal do të thotë ta përfundon këtë jetë me vdekjen e gjithë gjallësave, me vdekjen e mbar krijesave. Dhe do të vdesin të gjithë njerëzit, gjinët, kafshët, shpenzët, çdo gjë e gjallë do të vdes. Kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allahu Dhul Jalal thotë çdo çka ekziston në sipërfaqen e tokës është fani, pra është e përkohshme. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ndërsa I përhershëm është ai I cili është I pa fillim. Kush është pa fillim? Allahu Dhul Jalal. Kush është pa mbarim? Allahu Dhul Jalal. Ndërsa unë e ti dhe ato tjerët e kanë fillimin dhe e kanë mbarimin. Fillimi është me lindje, ndërsa mbarimi është me ndrrim jete, jo me vdekje, nga se njeriu nuk vdes, por na kushtimisht themi ka vdek, ndërsa njeriu nuk vdes, por ai ndron jetë. Ndron jetë prej kësaj bote, kalon në botën e berzahut, pastaj prej berzahut vjen rendi mahsherit, e prej mahsherit pastaj farikun fil janna wa farikun fis sa'ir, sa prej tyre shkojnë në xhennet e sa prej tyre shkojnë në xhehenem. Zoti inshallah na ruaj nga xhehenemi dhe na çon në xhennet me rahmetin e tij. Pra vëllezër të dashur, pasi që të vdesi, kur të vinë momenti
që Allahu Dhul Gjelal të shkatëron këtë botë, kur të vinë momenti që të humb dritën, dielli dhe hona, të coptohen dhe të shkapërderdhen yjet dhe toka, Allahu Dhul Gjelal thot fa idha nufikha fi suri, do t'i fri Israfil a.s. i surit, një brinj të cili do t'i frin, fa fazi'a men fi samawati wa men fi l'ard illa men sha Allah. Do të frigohen çka ka në qiell dhe në tokë, të gjithë do të frigohen dhe do të trishtojnë. Këto nuk do të amrin njerëzit e mirë. Këto nuk do të amrin njerëzit e mirë. Allahu Dhul Gjelal në fund do të çon një arom, një erë të këndshme, dhe ato që kanë iman dhe janë të mirë, duke nuhat atë erën e mirë, do t'ja dorëzojnë shpirtin Allahu Dhul Gjelal. Do të mbesin vetëm zullumqarët, do të mbesin vetëm kufarët, dhe ato do ta ndinë dhe do ta përjetojnë dhe do ta shijojnë atë hidhërimin dhe trishtimin e ditës së Kiametit. Për këto është temë e gjatë, nuk premton koha, por sa do të jetë e trishtueshme ajo do të jetë aq e trishtueshme që Allahu Dhul Gjelal thotë ja ejuhen nasu teku rabbekum, o njerëz keni frikë Zotin e juaj, inne zelzelete saati shay'un adhim, nga se dridhma, zelzelja, tronditja dhe trondja e Kiametit është gjë e trishtueshme. Jo me të dhelu kullu murdiatin amma arda'at, wa të da'u kullu dhati hamlin hamleha, wa të rënnase sukara. Subhanallah. Na i tregon tri çështje që ndoshta për ne janë të çuditshme. E para, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Nona e cila do ta ketë fëmijën e vet në xhir duke i dhënë qumsht, do t'i bjen prej dore dhe nuk do të ka mundësi ta mban. Do thotë nuk do të ka mundësi ta mban fëmijën e vet, të cilin shumë e don, do ta lshon. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dhe çdo shtatzëne do ta lind fëmijën e vet, qoftë edhe para kohës, qoftë edhe mujt e parë të shtatzanisë, do ta lind nga trishtimi. Nga se ju e dini se femra shtatzane kur trishtohet e lind fëmijën para kohës. Në këtë moment çdo shtatzane do ta lind fëmijën para kohës. Wa tad'u kullu dhatin hamlaha, kullu dhati hamlin hamlaha. E treta, wa tara an-nase sukara, dhe njerëzit do të duken si janë të pinë, sikur janë sarhosha, wa ma hum bi sukara, walakin adhab Allahi shadid. Allahu Dhul Gjelal thot ata nuk kanë pi, duken si të pinë, të hutuar, por nuk kanë pi. Po pse janë hutu, pse janë bo si të pinë? Nga trishtimi i ditës, nga trishtimi asaj dite për të cilën nuk do ta shijon, nuk do ta përjeton, përveç ata të cilët Allahu nuk e kanë besuar. E pastaj thumma nufikha fihi ukhra, e pastaj do t'i frin si surit Israfili përsëri. E pse do t'i frin? Fa idahum qiyamun yanzurun, e ma vonë, jo me një herë, thumma pastaj disa dietar kanë thonë pas 40 viteve, pasi do të përfundon jeta e kësaj bote, pas 40 viteve përsëri Israfili do t'i frin surit. E tash përse i frin? Tash i frin për të ngrit. Fa idahum qiyamun yanzurun, dhe të gjithë që kanë qenë në vorreza do të ngrihen, do të qohen. I pari që do të ngrihet prej vorri është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I pari, posa të ngrihet, do të atakon Gjibrilin dhe do të i thot ja Gjibril, çka u bë me umetin tim? Përsëri dertin e umetit. Gjibril alayhi salami do thot ja Rasulullah, mos u brengos se ti je i pari që ke dalë në sipërfaqen e tokës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i pari i cili do të ngrihet, e pastaj do të ngrihen të gjithë njerëzit pasi janë kalb në tokë, për të cilën nuk ka nevojë të sjellim shumë argumente, nga se logjika e shëndosh shumë lehtë e pranon ringjalljen, nga se ato të cilët e mohojshin ringjalljen dhe e murën njëri një asht të kalbur dhe e trondi ato në dorën e vet, e bani pluhur dhe pastaj e hudhi. Dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men yuhyi al-idhama wa hiya ramim, tha kush më do ta ringjall kët asht të kalbur, kët asht të shkrim? Allahu Dhul Gjelal thot kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Thuaj, a di kush do ta ringjallë? Ai i cili e ka kriju pa qenë hiç. Pra ai e ka kriju prej një pikë ujit, ai ka mundësi ta ringjallë dhe pasi është kalb. Kjo nuk është do një filozofi e ngatruar, kjo është shumë e qartë. Pra do të ringjallën mbar njerëzit dhe do dalën në ditën e mahsherit.
do dalën prej Hazreti Ademit e deri te njeriu I fundit, të gjithë do të bëhen në një fush, në një vend I cili ka emrin mahsher, që do të thotë vend qëndrimi I mbar njerëzimit prej të parit deri te I fundit, në një fush të gjithë hufaten, oraten, gurlen, të dathur, të deshur, si që janë lind, që ashtu do dalin para Allahu Dhul Jalal. I pari cili do të veshët, I pari të cilit me latje do të afrën teshat, që të ambulon trupin, do tjetë Ibrahim a.s. I dyti, Muhammed Mustafa sallallahu a.s. të cilët do të veshin trupin e tyre nga teshat, nga robet e qepura në xhennet. Pra ato do të veshen me teshat e xhennetit. Pse Ibrahim a.s. para Muhammedit sallallahu a.s. Valë, mos është më I vlefshëm, mos është më I dashur, jo, për parësitë e Allahu Dhul Jalal. Dhe më I zgjedhur dhe më I dashur është pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E pse Ibrahimi do t'jepen teshat para pejgamberit ton? Nga se Ibrahimin kur e kanë hudh në zjarr, ja kanë hekur teshat, e kanë lënë të vdeshur. Thot Ibrahim a.s. Më rand më ka ra kur mi kanë hekur teshat, më kanë lënë lakuriq, se sa kur më kanë hudh në zjarr. Ka pas turp. Ibrahimi a.s. është turpëru, nuk e ka pas frikë zjarin, sa e ka pas turp dhe marre deshe në trupit të ti, prandaj zjari se ka djegë. Dhe Allahu Dhul Jalal, nga ajo që ajo është zbulu, trupi I tij është zbulu në dynjë, dhe ajo është turpëru për ata, është ngushtu për ta, Allahu Dhul Jalal të parin që do ta vesh me teshat e xhenetit do të jetë Ibrahim alayhis salami, e pastaj pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam, e pastaj muslimanët me radh, inshallah dhe neve nuk na vanohen teshat e xhenetit, por na jafron Allahu Dhul Jalal dhe na gëzon me mbulesë të xhenetit. Vëllezër të dashur, dita e mahsherit është ditë e trishtimit. Dita e mahsherit është ditë që njeriu do ta harron të kaluarën, që njeriu do ta harron të më të dashmin e vet. Subhanallah, thot Allahu Dhul Jalal, fa idha nufiha fi suri fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Kur do t'i frin Israfili surit, nuk do të ketë më lidhje familjare, nuk do të ketë. Sikur do të zgjidhen, do të harrohen lidhjet familjare, do të thotë askush nuk do të intereson për asken, nefsi, wala yatasaalun, as që do të pyet donjoni për dikendi. Subhanallah, as që do të pyet, do të thotë nuk do t'i bjen ndërmend dikush të pyet për dikend, përveç sa do të ketë dertin e vet. Pra është moment I vështirë. Aisha radiallahu anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha ja Rasulullah, a e harron njeriu më të dashmin e vet? A e harron njeriu ato që e ka më të dashur, që se harron në dunjë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po ja Aisha, e harron në 3 raste, në 3 momente. Tha, cilat janë ato ja Rasulullah? Tha, e para duke qenë në mahsher, duke qenë në ditë të mahsherit, kur do të binë fletushkat, kur do të binë fletoret, çdo njoni do t'i vinë fletoria dhe do t'i varet për qafe, ha umukra u kitabje. Do të thojnë ata të mirët, a merrni lexoni librin tim. Kush? Fa amma men utiya kitabehu bi yamini. Atyre të cilëve I është dhënë librin në krahun e djathtë. Ndërsa atyre që janë dhënë në krahun e majt, do të thonë ja lejteni lem ute kitabie. A sikur të mos ma jepni këtë libër, sikur të mos e kisha pranuar, bile diçka do të bën kafiri, kur do të shef se fletoret binë dhe muslimanët të mirët e marrin nga e djathta, kurse qerve ja u japin nga e majta, ai do të mundohet t'i mshef durët pas shpine. Do t'i mshef durët pas shpine, sikur nuk ka durë me çka ta pranon. Nuk don ta pranon, sikur nuk ka durë, I mshef durët pas shpine që të mos e pranon me dorën e majt. Allahu Dhul Jalal thot, va amma men utiya kitabehu wara'a dhahri. Atire do t'ju jepet nga shpina. Subhanallah, me latja prej mrapa do t'ja futje në dorë. Mbaje se s'ke ku t'ikish. Nuk e ke dash në dorë të majt, po e ke bo veten për me pranu fletoren në dorë të majt, nga se e ke mbush me gjunahe. Ata të cilët do t'a kenë fletoren me sevape, do t'a marrën në krahun e djathtë. Ato të cilët do t'a kenë me gjunahe, do t'a marrën me dorën e majt. Ata që nuk duan t'a pranojnë me dorën e majt, do t'a mshefin dorën, me latje do t'japin mas shpine. Pra, në momentin e ndarjes së fletushkave, njerëzit do të harrojnë njëri tjetrin. E dyta, në momentin e peshojës së sevapeve gjunaheve, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah. Allahu Dhul Jalal thot, do ta vënojmë peshojën për zdrejti. Pra terezin do ta vendojmë për zdrejti dhe do t'ja matim çdo njonit punët e veta, pa kur far mungese,
Pra ati të mirit pa kur far mungese. As ati të keqit nuk mund t'i mungohet ndonjë gjuna Zoti na ruaj. Pra momenti i dytë është gjatë matjes së sevapeve. I treti, kur të kalojmë siratin, kur të kalojmë urën e xhehenemit, Zoti na ruaj. Wa in minkum illa variduha. Allahu dhul xhelal thot nuk ka kush prej juve që nuk do të kalon në për urë të xhehenemit. Çdo njëri do të kalon. Mirë po, disa do ta kalojnë, a disa do të mbesin tonë. Po jo në urë, po do të binë në urë. E në urë të xhehenemit, pra është xhehenemi, subhanallah. Një alim për ulemave e pa njënin shpesh u keshke, u gëzohke pa mas. Ka do njerës keshin, gëzohen, vallëzojnë, këndojnë, nuk e ndalë muzikën, se ndalë kongën, gjithmonë e qonë jetën e vetë me vallë e vallëzime, me kongë e muzikë, duke mos e përmend Allahun dhul xhelal, duke mos e kujtu vetë veten, se gjithmonë nuk shkon ashtu, po do të vijë një moment që do ta ndërpret ato, pra kur e pa duke u qesh me të madhe dhe pa ndërprer, dhe i tha: "A e din ti se do të hipish në urën e siratit?" Tha po. E beson ta? Tha po e di. Ke bindje se do të hipish në urën e siratit? Tha po. A ke garant dhe a ke bindje se do ta kalosh urën e siratit? Ose do të mbesish, do të bish në xhehenem? Tha jo, për këtë s'kam garant. Tha pasi nuk ki garant se do të shpëtosh në urën e siratit, në urën e xhehenemit, tha ku e merr gjithë këtë vullnet të keshesh pa nda? Ku e merr gjithë këtë vullnet, vetëm keshesh, vetëm gëzohesh. A ki garant se do ta kalosh urën e xhehenemit? Tha jo. Po atëherë si mund të keshesh pa ndërprer dhe të jesh gjithmonë i disponuar? Subhanallah, muslimani do njëherë ndalet, kujtohet, subhanallah. A kom vdek? Jo. A mund të vdes me iman dhe pa iman? Naudhu billah. Mund të vdes me iman dhe pa iman. Pra du ta kem dert që të vdes me iman dhe ta lusë Allahu dhul xhelal që son në fesin që adorëzoj me iman. Pra du të kujtohem për këtë. Mirë. A e kom pranu fletore në krah të gjasht? Jo, se di, mund ta pranoj në të majt. A më janë mat gjunahet dhe sevapet i kom pas ma shumë? Jo, nuk e di, mund t'jenë gjunahet ma shumë. A e kom kalu urën e siratit dhe kom shpëtu prej xhehenemit? Jo. Pra këto derët e muslimani duhet t'i paramendon në këtë botë që t'i letësohen në atë moment. Pra vëllezër të dashur, ura e siratit është një ndër rastet më të vështira të besimtarit, nga se në urë të siratit do të kalojnë vetëm musliman. Në urë të siratit do të kalojnë vetëm musliman. Në urë të siratit do të tentojnë të kalojnë edhe munafikët. Pra musliman dhe munafikët do të nisen për në urë të siratit, ndërsa qafirët nuk kanë nevojë të afrohen. Pse? Se ato nuk kanë të kalojnë urën e siratit, se nuk ka xhenet për ata. Pra ato shkojnë drejt në xhehenem, Zoti na ruaj. Pra musliman ka prej tyre disa që do të shkojnë drejt në xhenet, ndërsa qafirët shkojnë drejt në xhehenem. Kush do të hip në urë të siratit? Në urë të siratit do të hipin muslimant dhe do të afrohen deri në urë të siratit munafikët. Ndërsa kur të afrohen në urë të siratit, munafikët do të kenë dritë bashkë me musliman. Do të bëjnë dritë, do të kenë dritën e imanit, do ta kenë me vete. Musliman do të hipin në urë të siratit me dritën e tyre, ndërsa munafikëve do të qushin me drita në fillim të urës. Sa të mrinë ati do të qushin me drita. E dini pse? Se imanin e kanë pas për sy e faqe, nuk e kanë pas mrenda. I qonë imani, drita imani deri te ura, pas ta i lenterë. Nga se nuk e kanë pas mrenda. Vllajdashu, nuk e kanë pas mrenda. Nëse ti merr ta ndezish një lëngë e cila është me gas, po gas mrenda nuk ka, ti e ndes fitilin, a i ndizet. Si mos ka gas mrenda, shimet, si t'ka, jep dritë. Pra, e ka ndes fitilin, po si ka dhonë mrenda gas që të bën dritë. Pra me goj ka qenë musliman, mrenda s'ka qenë musliman. Kjo drita deri ku e qonë, deri në qështë të urës, dhe e lenter Zotin. E kur do të hipin musliman në urë të siratit, ato që kanë qenë dyftyrsh, ju na adunehum, do t'i thrasin: o musliman, ndalin na jep një pak dritë, a nuk kemi qenë me jua? Po ne bashkë me ju kemi qenë musliman. Ato do të thënë: po, ju musliman me emën, po jo me zemër. Punët i keni bo për lavdrat, jo për hir të Allahut.
Pra irgji'u wara'akum faltamisu nura, do të thënë ktheheni në dunjë merrni dritë, se drita fitohet në dunjë vllai dashur. Se vapet fitohen në dunjë, hajratet fitohen në dunjë, ndërsa në ahiret korret bereqetit të cilin e ke mbjell në dunjë, korret fritit të cilin e ke mbjell në dunjë. Pra ata që s'kan besuar sinqerisht, mbesën në fillim të urës dhe mbesin terr, ndërsa muslimanët kalojnë urën dhe hecin urës siratit. Në urë të siratit ka kështu, kuka të hekrit. Ju thënë kewalip, pre hekri të varta. Për çdo ibadet, për çdo porosi, për çdo obligim, ka nga një kuk. E para, namazi. E para, namazi. Kur të afrohet ai që e ka falë namazin rregullisht, e kalon ajo nuk levrit. Kur të afron ai që se ka falë namazin, ajo veç automatikisht bjen, e kapan ata dhe hudh në xhehenem, derisa ta paguje mos faljen e namazit. Zoti na rujt, derisa ta paguje. Pra sa do të mbese në xhehenem Zoti na rujt, në atë ditë që është me vërtet dita shumë e gjatë, një ditë e ahiretit, e dini sa është vëllezër të dashur, ke 50,000 sene, sa 50,000 vjet. 50,000 vjet të dunjos është një ditë e ahiretit. Pra një ditë me ndalë diken në xhehenem, një ditë. Edhe mi thonë me latje, shiko, ti do të futesh në xhehenem se nuk e ke falë namazin, ama nuk rrin gjatë, mos u mërzit. Vetëm një ditë. Kur do t'i thonë një ditë, ai do të gëzohet. Pastaj do t'i thonë, e din sa është një ditë? Po një ditë. Jo, nuk është ajo dita 24 orëshe. Kjo ditë është 50,000 vjet. 50,000 sene. Me Kur'an, 50,000 vjet. Pastaj, pasi ta laje borxhin, e nxjerrin, e çesi nur, vazhdon, vin rendi kujt? Agjerimit. Nëse ka agjeruar Ramazanin, shpëton. Nëse jo, e merr ajo kuka prej ande hudh në xhehenem. Po nëse ka agjeruar Ramazanin, hecën. Kush vjen pastaj? Vjen në rend zeqati, vjen në rend haxhi, vjen në rend itati prindit, aty shkruan respekti prindërve. Nëse i ka respektu prindet, kalon ajo nuk lëvrit. Nëse nuk i ka respektu, ajo lëshohet poshtë e merr dhe hudh në xhehenem Zoti na rujt. Pra për ta kalu urën e siratit është shumë vështirë. Me kush e ka lehtë, ata të cilët nuk kanë pas problem me këto punë, të cilët i kanë zbatu urdhrat e Allahut dhul xhelal, i kanë çunë vend e kalojnë urën e siratit. Pasi dalën prej urës siratit, pasi ta kalojnë urën e siratit, kanë një operacion shpirtëror, kanë një operacion. Cili është ai? Allahu dhul xhelal i ndalën musliman të cilët, subhanallah, fletorën e ka marrë në dorë në krahun e gjatë. Në Terezi se vapet i ka pas më shumë dhe nuk ka pas gjunahe për në xhehenem, lumja i lumi. Vjen në urë të siratit, e kalon urën e siratit. Kur dale pas urës e siratit, mendon se mo tash ka ardhur rendi në xhennet, ka edhe pak punë. Cila është ajo? Allahu dhul xhelal në Kur'an thot: "Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutakabilin." Atëherë i ndal Allahu dhul xhelal musliman dhe jo pastron zemrën nga ndonjë mosdashje të vëllaut vet. Ndoshta i ka qenë musliman i mirë, keq si ka bo kuj, ama mbrenda në zemër ka pas kështu një, si të them, një pikë të zezë, dikend nuk e ka dëmtu, nuk e ka përgoju, nuk e ka akuzu, ama nuk e ka dash. E mirë tash. Nuk e donë, apo? Atë ka bo diçka? Jo. A i ki borë diçka? Jo. Atë ka borë diçka? Jo. Po pse nuk e donë? No comment. Nuk e donë. Ka diçka mrenda, nuk është rahat. E tash në xhennet, subhanallah, në xhennet. A mundet me konë muslimani vlla me vlla në xhennet, edhe të shku rrugës me pa vllavin me kri-krijet? A mundet? Në xhennet s'mundet kështu. Në xhennet nuk mund, e di pse? Se ajo të mundon, shpirtnisht të mundon ti edhe. E ajo që të mos mundon ti edhe shpirtnisht, Allahu dhul xhelal e pastron zemrën e muslimonit, e harron ato që ka pas në dunjë. Hiç nuk e din se ndonjëherë ka pas diçka me filonin në dunjë. Hiç nuk ja ka bo halal për shembull në dunjë, hakin ja ka fal, nuk kërkon kur gjë, as që përmend për të keq, ama mbrenda e mban. Në ditë mahsherit ja falën, hak hukukin ja falën, sa atje ka hak hukuket e njëri tjetrit, ajo është temë në vete.
Ai që ka pas hak dikujt, ai që ka ofenduar, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Atadruna man al-muflis? A e dini kush është më fukara pa kurfar kapitali? Tha një Resulullah, më fukara është ai që s'ka shtëpi, s'ka tokë, s'ka bafçe, s'ka dyqan, s'ka parë, s'ka kur gjë s'ka. Tha jo, ai nuk është ai, se kam qëllimin para. Than po kush ja Resulullah? Tha një njeri, ka fal namaz, ka xhur Ramazan, ka dhënë zeqat, ka bë hajrat, ama njërin e ka përgojuar, tjetrin e ka akuzuar, tjetrin i ka bë fitna, tjetrin këto. E tash kur dalën ditë mahsherit, njëri ja merr sevapet në Ramazanit, e tjetri zeqatit, e tjetri aty, subhanallah, ja marrën ai mbetet pa hiç. E Allahu dhul xhelal pse thot men jaa bil hasane, kush vjen me punë të mira, se ka disa i punojnë punë të mira në dunjë dhe i hajnë jeshin. Ose i punojnë dhe i japin veresi. Si jep veresi? Domethënë i hin ndër hak njerëzve dhe kur dalën ditë mahsherit s'ka me vete kur gjan. E tashti. Çai i cili ja ka fal në dunjë dhe ja ka fal në ahiret, nuk don për aty kur gjo, ama që nuk e don. E Allahu dhul xhelal bën një operim. Bën një operim zemrën e tyre, në za'na ma fi sudurihim min gil. Ja u hek ato që atë mos dashnin e vllaut të vet, ja hek prej zemre, ja hek prej zemre dhe ai mon nuk i kujtohet se ka pas diçka me to në dunjë. E ka harru me ka krejt. Ndoshta në dunjë është mundu ta harroje, po s'ka mujt me harru. Derisa në ahiret ka me harru dhe hiç s'ka me ju kujtu. Pra pastaj Allahu dhul xhelal thot: "Wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Ata të cilët kanë besu dhe kanë punu punë të mira, do të futen në xhennete në të cilat rrjedhin lumej. Pra në xhennet rrjedhin lumej. Bi idhni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dhe do ta përshëndetin njëri tjetrin me selam. Pra përshëndetja e xhennetlive mes njëri tjetrit është selami. S'ka adja as tunga tjeta, as mirdita, as gutmonin, as kurgjon, s'ka hi. Vetëm selam. Tahiyyatuhum fiha salam. والملائكة يدخلون من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Melaçet do të hinë në për villat e tyre, në për dhamat e tyre dhe do t'i përshëndetin dhe do t'ju thonë selamun aleikum bima sabertum. Paqja e Zotit, mëshira e ty, mirësia e ty qoftë mbi ju për durimin që keni bën. Pra durimi është si qels i mirësisë dhe përshëndetjes në xhennet. Vëllezër të dashur, të mirat e xhennetit nuk kanë përfundim. Të mirat e xhennetit nuk kanë fund. Një prej të mirave të xhennetit është era e parfimit të xhennetit. Vetëm ajo do të kish mjaftu. Sa ndihet era e parfimit të xhennetit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, era e parfimit të xhennetit ndihet 70 vjet larg. 70 vjet larg ndihet era e parfimit të xhenetit. Musliman, ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë nuhat erën e xhenetit. Njëri kur ka dalë në front, ka thënë vallahi në luftën e Uhudit, ka thënë vallahi ndi era xhenet. E ka ndi erën e xhenetit dhe ja ka bën nasib Allahu dhul xhelal shahidllëkun dhe ka ra shahid, e ka ndi erën e xhenetit para se të hyjë në xhenet. Se ajo ndihet 70 vjet larg. Pra, xheneti është derexhat. Xheneti është shkallë. Cilat janë ato? Shkallët të cilat të ngrenë lartë në xhennet. E para është ajetet e Kur'anit. Pra leximi i Kur'anit të ngrenë lartë. Dashnia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Namazi natës gjithmonë, jo vetëm në Ramazan. Se ne falim namaz natë 10 ditët e fundit, 10 netët e fundit, jo. Muslimani duhet të falë namaz natën rregullisht me ato 12 rekat namaz natë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë shkallët e xhennetit me të cilat ngrihet lart. Pra, derexhet e xhennetit janë lart, ndërsa thellësia e xhenemit, xheneti ka 7 derexhe. 7. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çdo njëna shkallë prej tyre është 100 vjet. Në një hadith tjetër tha, çdo njëna shkallë prej tyre është sa prej në tokë deri në qiell. Sa prej në tokë deri në qiell. Është një shkallë e xhenetit. Po 7 shkallë, veç Zoti e din sa. E xhenemi është poshtë. Xhenemi është 7 kat të poshtë. Thellësia e xhenemit 70 vjet. Pra një kat i xhenemit, ato që do të jenë më lart, e pastaj ato shkalla e dytë 10 vjet fe. 10 vjet udhtim ku mri njeri 10 vjet. Pra shkalla prej shkallës të poshtë është 10 vjet. 70 vjet
do të thotë 7 shkallë, ka 10 vjet, 70 vjet. Kur ndëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët një rukëllim kështu një zon, tha ndëgju diçka, than po ja Resulullah. Tha çka ke o dërguari i Allah? Çka ke kjo zhurmë? Tha një gur të cilin Allahu dhul xhelal e ka hudhur në xhehenem para 70 viteve, tash ka rënë fund. Pra xhehenemi është 70 vjet thellë. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, ndërsa munafiqët janë në shkallën më të thellë në xhehenem, Zoti na ruaj. Pra inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allahu do t'i grumbullon munafiqët dhe kafirat në xhehenem, po të gjithë, po më poshtë do të jenë munafiqët. Pse? Se kanë qenë shumë të dëmshëm, shumë të rrezikshëm për musliman. Se kafirin e ka ditë se e ka armik, ama munafiku ju ka paraqit mik, të kundër të ka qenë armik. Pra desh në shkallën më të ulët, Zoti na ruaj. Pra vëllezër të dashur, jeta e ahiretit është ose xheneti ose xhehenemi. Por muslimanët shpresojmë, thamë edhe në të kaluarën, se ai që ka ndru jetë me shahadet, ai do të hijë në xhenet. Ai që ka ndru jetë me bindje, me shahadet dhe fjalën e fundit e ka pas shahadetin, ai do të hijë në xhenet. A me njëherë, jo vëllai dashur, ka pastrim kimik. Atë sa është i lomitët njeri, qarë duhet të rrinë në pastrim. Pra dikush do të rrinë ma pak, dikush ma shumë, dikush. Disa njerës, subhanallah, do t'jenë shumë pak me gjunahe. E Allahu dhul xhelal nuk do në t'i fut në xhehenem. Çka do të banë? Do t'i lenë në mes xhenetit dhe xhehenemit, vend i cili e ka emrin Araf. Araf pra, as në xhenet, as në xhehenem. Ato të xhenetit shkojnë në xhenet, ato të xhehenemit i hudhin për në xhehenem, Zoti na ruaj, ndërsa disa i lënë në mes. Do musliman i lën në mes, i lën një kohë veç Zoti e din se sa, e diçka bëhet mrenda asaj kohe, ju lahen çato gjunahe të cilat Allahu dhul xhelal nuk ka desh t'ja nxin ftyrën me xhehenem. Nuk ka desh t'ja timos ftyrën, se vetëm tymi i xhehenemit është shumë i rëndë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush agjeron një ditë fi sebilillah, pra jashtë Ramazanit, fi sebilillah, sinqerisht vetëm për Allah, Allahu dhul xhelal ja largon ftyrën prej tymit të xhehenemit 70 vjet. Prej tymit të xhehenemit 70 vjet. Se tymi i xhehenemit është i rrezikshëm. Mos flasim për zjarrin e xhehenemit, mos flasim për ndëshkimet e xhehenemit, po tymi i xhehenemit. Pra si ta largojmë tymin e xhehenemit? Me një ditë Ramazan në nxehtësinë e verës, Ramazan për hir të Allahut. Si ta largojmë, si të bëjmë perde prej zarmit të xhehenemit? Ittakun nara walau bi shikki tamra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ruheni, bani perde prej xhehenemit. Me çka të mundeni, po nëse nuk keni më tepër, me gjys hurme, që do të thotë Allahu dhul xhelal. Nuk e menjanon, nuk e asgjason, nuk e vlerëson aktivitetin e muslimanit. Ai që ka dert dhe mundohet me një gjys hurme, pra i bën një perde vetes prej tymit të xhehenemit. Pra i bën vetes perde, nga se tymi i xhehenemit është i rrezikshëm. Por zarmin e xhehenemit, Zoti na ruaj, nuk do të him sot ju them asgjë për vujtjet e xhehenemlive, por dashëm që ta lidhim disi prej ndrrimit të jetës, jeta e berzahut, dita e mahsherit, pastaj ato 3 momentet në të cilat e harron dashamirin, e pastaj musliman të futen në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu dhul xhelal ja tregoi Hazreti Ademit zurretin e vet krejt, dhe i tha Adem, apo i sheh zurretin ton? Tha po o Zot, tha ta dish, 99 prej tyre janë për xhehenem, një për xhennet. 99 për xhehenem, tha një për xhennet. Kur e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto, ashabët fillun të qajnë me zon. Tha, çka keni, pse qani? Tha, ja Resulullah, po ku mbetëm ne? 99 për xhehenem, një në xhennet. Na ku do shkojmë? Tha sallallahu alaihi wasallam, tha ato 99 për xhehenem janë prej xhuxhit, prej umeteve përparshme, ndërsa prej besimtarve 99 prej besimtarve, 99 në xhehenem, 99 në xhennet, një në xhehenem. Besimtarët 99 në xhennet, një në xhehenem. Tha, unë shpresoj në Allahun dhul xhelal që 1/4 e xhennetlive t'jenë umeti im. Tha, unë shpresoj që 1/4 e xhennetlive t'jenë umeti im. Ashabët kebëru, thanë Allahu akbar, u gëzun. Pastaj tha, unë shpresoj që 1/3 e xhennetlive t'jenë umeti im. Thanë Allahu akbar. Pastaj tha, unë shpresoj
që gjysa e ehli xhennetit janë ummeti im. Pra gjysa e xhennetlive janë ummeti Muhammed. Gjysa e tjerëve janë prej Hazreti Ademi, njerë të pejgamberi ynë, ato umetet tjera janë pra xhenetlit, gjysa e xhenetlive janë umetet tjera. Gjysa 50% janë umeti Muhammed. Pra gjasat janë shumë të mëdha që muslimani të hinë në xhennet. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Tha krejt ju do të hini në xhennet vetëm ai që s'don. Subhanallah. Krejt të gjitha ju do të hini në xhennet vetëm ai që s'don. Than ja Rasulullah, a ka be njeri që nuk don të hinë në xhennet? Tha po, ka njeri. Mundet të falet, nuk falet. Mund të agjeron, nuk agjeron. Ka mundësi të jep zeqat, nuk e jep. Ka mundësi të bën respekt prindërve, nuk i respekton. Ka mundësi të jetë i mirë me fqiun, ai bëhet i keq. Ka mundësi të bën zikr Allahun, ai bën gibet. Pra ki njeri nuk don. Pra kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Tha të gjithë ju do të hini në xhennet me përjashtim ato që s'dojnë. Ju e dini që ka njeri që nuk don të hini në xhennet. Nuk don, thot unë be vlla du të jetoj në dynjë si du unë, e pasi të vdes çka du ne bën. E ki nuk don të hini në xhennet. Njeri i cili ka hi Ramazani dhe ka dalë, ai nuk është ngrit në sifir dhe një iftar se ka bën, edhe ai nuk don be vlla të hini në xhennet. Njeri që se ka shkel derën e xhamis, ka hi Ramazani ka dalë, në xhamis ka hi, ki nuk don të hini në xhennet. Pra ata të cilët duan të hinë në xhennet, i bëjnë punët të cilat çojnë në xhennet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë miqtë të mëdha për ummeti Muhammedit. Ai pa dhënë miqtë së pari, të cilën shpesh herë keni ndëgjuar, çka tha sallallahu alaihi wasallam? Tha, ja Xhibril, sa për ummetit tim do të hinë në xhennet tranzit, pa llogari. As që do t'ju maten sevapet e gjunahet, as që do t'ju ndahen fletushkat, as që do t'hipin në urtëseratit, as që do t'friksohen drejt në xhennet. Tha ja Rasulullah, Allahu dhul Jalal ka fal për umetin tënd 70.000 që do të hinë drejt në xhennet. Kjo miqtë e madhe, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tamaqar, nuk tha bot që kanë, unë jam aty edhe disa shokët e mi, familja ime dhe ukri. Jo vllai dashur. Jo, tha ja Xhibril, pak jon për umetin tim 70.000. Tha lutë Allahu dhul Jalal, ai është ndër Zotit, u drejtu o Zot, për umetin tim 70.000 për xhennet tranzit pa hesab janë pak. Tha un kam shumë njerëz që shpresoj të hinë në xhennet biduni hesab. Allahu dhul Jalal tha Xhibril, bani selam dashmit tim, 70.000 herë nga 70.000 ai ka bon. Subhanallah, 70.000 herë nga 70.000 vetëm prej ummeti Muhammedit. Këto janë vetëm prej ummeti Muhammedit. Ndoshta ka edhe prej ummeteve tjera, por këto 70.000 herë nga 70.000 janë prej ummeti Muhammedit. Gjysa e xhenetlive janë prej ummeti Muhammedit. Gjysa e xhenetlive. Subhanallah. Në jetën e përhershme, në jetën e pambarueshme, në moshën më të mirë, në cilën moshë do të jenë xhenetlit? Se mund të thotë donjoni, valla mira që në xhennet, ama unë të kisha vdek i ri, bere do të isha i ri në xhennet, ama unë e plak në xhennet, si do ta bëj? Si do ta çoj? Ju e dini atë rastin një plak kur i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, lutja Allahu dhul Jalal të më bën prej ehli xhennetit, prej xhenetlive. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, më vin keq ama plakat nuk hinë në xhennet. Tha plak nuk ka në xhennet. Filloi të qaje, e mor shumë serioz. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbas një rasti më nuk u mahit, nuk boni hoka me dikën se nuk e kish kuptuar mirë. Filloi të qan, Aisha radhiyallahu anha tha ja Rasulullah, kjo umit të qaj. Tha pse? Pse i ke thon plaka nuk ka në xhenet. Tha un kam menduar se ajo e ka ndi fjalën time se njerëzit do të hinë në xhenet në moshën e Isaut alayhi salam, pra në moshën 33 vjeçare. Pra të gjithë xhenetlit do të jenë në moshën 33 vjeçare. As si do të ringjallen në moshën që kanë ndruar jetë, që ashtu do të ringjallen. E di pse? Se nonës i ka dek një djalë ose një vajzë i vogël, ka qif ta shesh qashtu sikur e ka lënë, ka qif ta shesh qashtu sikur e ka përcjell, a? Don ta shef, do ta shofe qashtu, don ta shofe babën kur i ka ndru jetë si plak, si e ka rujt, si e ka lajt, si i ka shërbi, ka qif qashtu ta takon mahsher, qashtu do ta takon, pra të riun si të ri, plakun si plak, të rejnë si të re, plakën si plak, qashtu do të takohen në ditën e mahsherit, pastaj pasi t'jepen llogari. Pasi të ndahen të gjithë punët, atëherë kur do të futen në xhennet, Allahu dhul Jalal do t'i bën të gjithë në moshën 33 vjeçare.
la yubla thiyabuhum wa la yufna shababuhum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha xhenetlive nuk ju vjetrohen teshat dhe nuk plaken. Pra teshat nuk vjetrohen dhe nuk plaken. Pra xhenetli do të jenë me tesha gjithmonë të reja dhe tesha të mëndashit. Ju hallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'in wa libasuhum fiha harir. Subhanallah, teshat e xhenetlive do të jenë pra nga mëndafshi dhe do të zbukurohen me ari. Do të zbukurohen me ari, do të stolisen me ari ata që nuk janë stolis në dunjo me ari. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mban ari prej meshkujve në dunjo, ai nuk do zbukurohet me arin ditë mahsherit, në ahiret, në xhennet. Dhe kush ka vesh teshat mëndashit në dunjo, ai nuk veshen në xhennet. Pra, këto do të jenë teshat e xhenetlive, këto do të jenë zbukurimet e xhenetlive, kjo do të jetë mosha e xhenetlive. Pra mosha e xhenetlive do të jetë mosha 33 vjeçare, e çdo njonit pa marr parasysh në moshën të cilën ka det. Khalidine fiha, të përhershëm, nuk ka vdekje, nuk ka smundje, nuk ka ngatresë, nuk ka tërmeta për shtëpinë, nuk ka vjetrim i shtëpisë, nga se shtëpia e xhenetit dhe muret e tyre do të jenë një tull prej ari, një prej argjendi. Një tull prej ari, një prej argjendi. Subhanallah, villat e xhenetit. Njerëzit për një jetë të shkurtë të vllajdashur, për një jetë të shkurtë të kësaj dunjaje, bëhet razi, bjen dakord ta humbje jetën e përhershme të amshushme të xhenetit. Subhanallah, a nuk ka kjo çmenduri? A nuk ka kjo me të vërtet çmenduri që njeriu për një jetë të shkurtë, me këto brenga, me këto probleme, me këto varfria, me këto smundje, me këto telashe, të bëhet razi dhe të bjen dakord që ta humbën jetën e përhershme në xhenetin e Firdaus. Subhanallah, pra khalidine fiha, të përhershëm, nga se Allahu dhul Gjalal, pasi të futen xhennet lit në xhennet dhe xhehenem lit në xhehenem. Kur të hinë xhehenem lit në xhehenem, fatkeqësia më e madhe do të jetë kur Allahu dhul Gjalal do ta porosit iblisin, do t'ja vën një karrik, një kultuk të lartë mbi xhehenem dhe do të hip iblisin ato dhe do t'i thërret ato të cilët i kanë mashtruar, ato të cilët shejtanin e kanë dëgju, do të hip iblisi, do të mban një ligjërat shumë të pikëllueshme. A di çka do thot? O ju të cilët mund dunjom keni ndëgju, unë ju kam bë vezvese, ju kam mashtruar. Ju Allahu se keni ndëgju, mbas mu jeni mashtruar. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ju mos më shani mu, shani vetveten, se unë me zor nuk ju kam çu. Kështu do thot shejtani. Mos gaboni të më shani mu. Ju Allahu me Kur'an ju ka ftu, pejgamberi me hadith ju ka premtu se keni ndëgju Allahun dhe pejgamberin, më keni ndëgju mu. Fala talumuni wa lumu anfusakum inni kafartu. Unë tash mohoj ato të cilën jo kom thonë. Subhanallah, kur ta shohin xhehenem lit fjalën e iblisit, të cilin e kanë dëgju, do të jetë një ndër pikëllimet më të mëdha, një ndër pikëllimet më katastrofale do të jetë kur do ta ndëgjojnë fjalën e iblisit që ju ka dhënë haftas se unë veç ju kam mashtruar, ju Allahun se keni ndëgju, a ju ka kriju, ju se keni respektu, a ju ka furnizu, ju se keni falenderu, më keni ndëgju mu, pra jeni mashtruar. Dhe pas kësaj Allahu dhul Gjalal vdekjen do ta paraqet në formë të një dashi. Do ta nxjerr para xhehenemlive. Do të thotë, o ju xhehenemli, a e njihni që kët? Do të thënë, po, kjo është vdekja. A e njihni? Po, kjo është vdekja. Do ta presin me latje dashin, pra që ta dinë, vdekjen do ta presin që ta dinë se vdekja ka vdek. Pra vdes vdekja? Po vdes vdekja, vdes. Kur vdes? Kur të hinë xhennet lit në xhehenem, xhehenem lit në xhehenem, vdekja do të paraqitet para Allahu dhul Gjalal në formë, në fizionomi të dashit, dhe me që do ta presin vdekjen që ta dinë xhehenem lit se ka vdekja. Po mi çka ka lidhje? Çka kom unë me vdekjen? Po e di çka ka. Se ato do të thonë, o Zot, na e merr shpirtin, na rahato, po s'vdiset, e di pse? Se vetë vdekja ka vdek. Subhanallah. Nuk vdiset se vdekja ka vdek. E kur do ta nxjerrin vdekjen para xhenetlive dhe do t'ju thonë, o xhenetli, a e njihni që këto? Do thonë, po, kusha kjo? Kjo është vdekja. E pra mirë, ta dini se vdekja ka vdek dhe do ta pret vdekjen që ta dini se vdekja ka vdek. Pse, çka ka lidhje? Xhenetlia ta dije se ka vdek vdekja. A ka diçka? Po ka. Çka ka?
që të rria rahat se mo nuk ka vdekja. E di pse se ka vdekja? Subhanallah. Dhe do ta presin vdekjen. Pra do nuk ka vdekja as në xhenem, as në xhenet. Pastaj do të fillojnë xhenetlit të lezatohen me të mirat e xhenetit, me familje, me bashorte, me dashamir. Njoni do t'i shkon ndërmend, do thot, subhanallah, e kam pas një shok. E kam pas një shok në dynjë. E kam pas shok pa ai s'më ka ndëgju mu, ka pas tjetër drejtim. Ama e kam pas shok. Du ta shoh ta pyes ku është. Me latje do t'ja afrojnë xhenemin, që ai ta shoh shokun e vet që e ka pas në dynjë. E kur ta pyet, çka i ki hallet? Do thot, si më shkaj kam hallet? Shikjo mu ku m'ke lan tip ke pas shok. Do thot, po, unë kur thirsha me mu, ti bëshe hajgare. Unë thirsha në xhami, ti shkojshe në kafiq. E tash, unë s'te kam faj, dhe shdash atë të shok ku ke mbet. Subhanallah, edhe kjo do t'i mundsohet. Bile dikush, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikush do thot, o Zot, që i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a ka fush, a ka bafqe në xhenet? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka edhe fush, edhe bafqe, edhe tokë. Tha, pse çka t'intereson? Tha, shumë qef e kam mbjelljen, lavrën, punën e tokës, atje në xhenet, po s'ke nevojë o vëllai dashur. Në xhenet nuk ka nevojë të mbjellish, se gjithë fritet dhe gjithë ushqimet i ke afër. Kur të shkon mendja për një ushqim, vetëm e bën me isharet të vinë ushqimi afër, ti e merr njënën, tjetra vjen në vend që mos frikesh se do bitisen, nuk është në ellon i bit pazarit, e hek një, ke non betën tetë. Jo vëllai dashur, atje hek njën vend asaj vin tjetra. Subhanallah. Mirë, çka ka ki tash të mbjellje të korje, çka ka? Sport e ka, hobi, ka qif. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka gjë të cilën e don xhenetliu përveç Allahu dhul xhelal jam. Çka don be vëlla? Dua të lavroj, he merr lavro. Sa të lavron, sa ta hudh farën, bereqeti bëhet kënaqë, se sa ne presë si ndonjë, atje 6 muaj gruan në një takore, jo. Me një herë bëhet. Subhanallah. Tha njëri pi ashabëve, ja Rasulullah, tha ki me siguri është prej Medinasve. Se Medinasët janë marrë me fusha, me bafqe, me hurmave. Tha po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, kjo është prej Medinasve, pra do të ketë njeri i cili do të don të lavron, do të mbjellje, do të ka njeri i cili nuk ka pas evlat në dynjë, nuk ka pas fëmijë. Do thot, o Zot, unë në dynjë s'kam pas fëmijë, a ka mundësi tash në ahiret të kem fëmijë? Që të kem edhe unë fëmijë? Allahu dhul xhelal thot, me një herë bashkëshortja e tij do të mbet shtatzane dhe ajo do të lindje, po jo në këtë formën e dynjas. Shtatëzonia nuk do t'i ngjaje kësaj me lodhje, me smundje, me telashe, me ngarkesë, po shtatëzonia do t'jetë hiç nuk do ta heton se ajo shtatzone dhe do ta lind fëmin dhe kur fardhimbje nuk do të ketë dhe fëmiu do të rritet dhe më njëherë do të bëhet në moshën 33 vjeçare dhe kita ketë evladin me edhe kita ketë evlad me vete se mund të thotë o Zot kret mirë këto rregulla ma ja tjerët me fëmijë unë pa fëmijë Allahu Dhul Xhelal atij që s'ka pas fëmijë do të jep fëmijë në xhenet. Edhe ai fëmijë që s'ka pas do të ketë fëmijë në xhenet, që edhe ai të kënaqet. Pra do të kënaqet me fëmijën e tij në jetën e përhershme, pra të mos brengoset pse në këtë dynjë Allahu Dhul Xhelal nuk i ka dhuru, por ai e ka ditë se pse. Ndërsa në jetën e amshueshme edhe ai do të ketë fëmijë, ndërsa fëmijët e dynjës nuk janë si të ahiretit, se ato të ahiretit atje nuk bajnë më probleme, nuk e thijn babën para kohës, nuk e trazojnë gjumin, nuk e lën pa gjum, po atje do të jetë rahat, mirë dhe do të kënaqet. Pra vëllezër të dashur, të mirat e xhenetit me të vërtetë janë të pafundshme, por unë sot si ditë e fundit dashat ju përgëzoj me disa fjalë nga mirësitë, nga lumturitë e xhenetit, një ndër ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më në fund ka thënë mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Atje në xhenet ka çka s'ta ka pasyni, nuk të shkon ndërmend. Dhe çka të kujtohet ti sa e mirë është e xhenetit, ajo është edhe milion herë më e mirë. Çka s'ta kanë dëgjuar veshin, zona të bukur, saltanate me të cilat kënaqet veshi njeriu, atje do t'i kesh, çka s'të bën ndërmend. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xhenetlive ditën e xumë do t'ju ndahen ftesa. Ditën e xumë do t'ju ndahen ftesa. Ftesa për në xhami ta falin xhumon? Jo, ftesa do të shkruajnë ato o robi Allahu. O xhenetli, sot ke fala, ke thire për Allahu Dhul Xhelal që ta vizitosh Allahun. Allahu nasib në bë. O vëllezër të dashur, xhenetli duke qenë në xhenet. Allahu Dhul Xhelal do të thotë o xhenetli, a ju ka mbet mangët diçka? A dojni diçka tjetër? A diçka do thonë o Zot,
po çka të kërkojmë ne, kurse na ke shpëtu prej zarmit të xhehenemit, na ke kurtalis prej ditës së mahsherit, na ke afruar në xhennet, teshat tona të bukura prej mëndashit, nes të stolisur me diamante ari, shtëpia tona të ndërtuara prej ari dhe argjendi, lumejtë kalën në shtëpiat tona, nuk ka na me familjes bashku, me dashamir, s'ka mbet gja e cila na mungon, s'ka çka të kërkojmë o Zot, krejt është tamam, në rregull. Allahu dhul xhelal thot: o xhenetli, a mos ju ka mbetë edhe dëni dëshirë, a mën o Zot, nuk kërkojmë më kur gja, s'ka, krejt është tamam. Subhanallah, Allahu dhul xhelal do thotë: e tash unë ju jap diçka çka juve s'ju ka shku ndërmend. E cila është ajo o Zot? Ta shikoni Allahun dhul xhelal. Pra ta shikoni, ta shifni me sytë e ballit Allahun dhul xhelal. Wa lakum fiha mazid. Allahu dhul xhelal thotë: ato të mirat e xhenetit që janë përmendura, po mbi ato që s'ju shkon mendja është pamja e krijuesit. Allahu nasip na. O vëllezër të dashur, t'i ruajmë sytë nga harami, që të na mundson Allahu dhul xhelal ta shohim Allahun. Ta ruajmë veten nga harami, që të shpëtojmë nga xhehenemi. Ta ruajmë veten dhe familjen nga gjunahet, që ta kalojmë urën e siratit. Ta pastrojmë zemrën tonë nga çdo çka nuk është razi Allahu dhul xhelal, e të him në xhennet së bashku, ala sururin muttakiin, në përkultuke të mbështetur, vëlla me vëlla, me familje, me dashamir, me ato çka ti ta ka dash zemra, me ato të cilën ti don ti jesh së bashku në xhennet. Allahu dhul xhelal ta mundson, e në fund i vulosën të mirat e xhennetit me pamjen e krijuesit. Allahu inshallah nasib ne bëj. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة وأنا الثريا همة وتفاني أنا مسلم والمجد يا أمة انتزعوا صباحك عنوة فمتى يعود الصبح للشبهان يا أمتي آن الأوان لصحوة فاستبشري بالفجر في بركاني يا أمة انتزعي لواء حضارة فالكون في صخب